my god. Shiko tani. Kot plastike, po pipsa peletre. Come on. Tani, deri diku e pranojnë, po jo këtu. Këto pipsat me letër mua më shkatrojnë të më drejtën. Nuk e di. Është si për të bërë njerëzit me nervë. Anyways, do vi prap në energjinë time pozitive. Kështu që kam qenë shumë konsistente te kjo pjesa e tregtimit edhe doing live streams edhe duke rritur komunitetin tim. Por te kjo pjesa tjetër, unë jam një njeri edhe lodhesh që të editosh edhe këto gjërat e bukura, por rëndësi ka që kam marrë video mjaftueshëm. Edhe, yeah, maybe in the future, sa bukur do jetë që in the future unë të bëj një live stream 24 orë me shumë gjëra të bukura. That would be so cool. Okej, tani do shkoj te ky restoranti që gjeta këtu, nuk kam vajtur asnjëherë, kështu që do shkoj për herë të parë, edhe do t'ju marr me vete. Që ta shikojmë se çfarë restoranti do jetë. Ngriva aty brenda, po këtu është mbrojt tani që dola. Do mundojmë që të gjej edhe një prizë. Ky është restoranti që po shikoja. Kështu duken të mira. Po do t'i provoj tani, do shikoj tani çfarë mund të marr. E ka emrin. Okej. Sa ftohtë. Nuk e di nëse ecet këtej apo jo, po me logjik e kanë vënë menun aty. Oh, si këta little birdies. Shifa. Oh, sa cute. Ky tjetër po e sa gjumi. Oh my god. Oh, shifa pas ka të tjerë. Oh, s'ki bukur ky. Wow, ky është shumë i bukur. Ja dhe Subway këtu ishte Starbucks. Ishte aq ftohtë aty brenda sa mua po më kam nevojë për një kështu. Ja këtu. Shi sa bukur duket këtu. Breakfast unë kam marrë for lunch. Hi guys. Hello. Can I sit anywhere? For one. Oh, edhe këtu që nga një çik ftohtë. Do you guys have a place where it's a little bit warm than this? Yeah. Where? Okay. Where? This way? Yeah. No, I need somewhere where I can be a little bit warm. Can people? Yes. Okay.